Shqiptari i njohur Blero dhe partnerja e tij, Eronita, po përjetojnë një nga periudhat më të bukura të jetës së tyre. Pasi kur orzuan dashuri me martesë, në fillim të këtij viti, çifti është në pritje të ëmbël dhe shumë shpejt mirëpresin e jetë fëmijën e tyre të parë, një djalë. Dihet që këngëtari është baba e një vajze për të cilën është shprehur se është qendra e botës së tij. Mirpo, gjithmonë ekziston ajo pyetja madhore: mos ndoshta baballarët largohen paksa nga fëmijët kur ato rimartohen? Apo si do të jenë marrëdhëniet e vajzës me bashkëshorten e re? Bashkëshortja e re e këngëtarit, Eronita, së fundmi ka zhvilluar një bisedë virtuale me ndjekësit në Instagram, nëpërmjet rubrikës së pyetjeve. Mes komenteve dhe kuriozitetit të shumtë, një prej ndjekësve e ka pyetur drejt për drejt për marrëdhënien që ka me vajzën e partnerit të saj. Si e ke raporti me vajzën e Blerimit? Nuk ka munguar një përgjigje shumë e sinqert nga ana e saj. Eronita ka shkruar: ajo është gjithashtu princesha ime e vogël, duke e shoqëruar me një emoj plot dashuri përgjigjen. Unë nuk pretendoj të jem një nën për të, sepse ajo e ka një mama të mrekullueshme, por ajo që unë kam në zemër është një dashuri e madhe për vajzën e Bleros. Tara do të jetë motra e madhe e djalit tim, dhe kjo është një kënaqësi e madhe për mua, është shprehur bashkëshortja e Bleros.